Horoskopi ditor, enjte 12 shkurt 2026. Dashi, dita do të kaloj pa ndonjë risi të veçantë në dashuri dhe ndoshta për këtë arsye filloni të tregoni shenja të padurimit. Mundohuni të merrni pa kohë. Beqarët duhet të mësojnë të presin për dashurinë e vërtetë dhe kur nuk duhet të detyrojnë askënd. Marsi në shenjë do t'ju tërheq për të mbajtur angazhimet e vendosura. Pak më shumë qëndrueshmëri do t'ishte mirë për sa i përket karrierës. Demi. Dashuria sot, do të keni shumë gjëra të reja ju të dashuruarit, si dhe disa diskutime me partnerin i cili do të konfirmoj disa prioritete. Gjeni një pikë pajtimi dhe mos pretendoni të mos kuptoni. Beqarët do duhet vendosin se në cilën drejtim të shkojnë, të paktën të jenë të sigurt. Shkoni përpara drejt qëllimeve që keni synuar për një kohë, nuk keni alternativë, është koha për të vepruar sa i takon punës. Binjakët. Përkundër angazhimeve sot do të gjeni një mënyrë për t'u argëtuar dhe për të rimarrë një pasion të fjetur. Zgjoni marrëdhënien e çiftit me surpriza, partneri apo partneri do të jetë i lumtur. Nëse jeni vetëm dhe kërkoni dashurinë, duhet ta lini zemrën të hapur ndaj ndjenjave. Në sferën profesionale, sot është e kënaqshme dhe gjithçka do të shkojë pa probleme. Do të vinë gjithashtu çmime të papritura në punë. Gaforia, dashuria ju jep aq shumë për të menduar, por gjithashtu ju bën të ndiheni mirë. Duket një kontradikt, por nuk është kështu. Ju po kaloni një moment kur duhet të luftoni mes dy zjarreve. Beqarët do duhet përpiqen të mos izolojnë veten, edhe nëse kjo nuk është një kohë e lehtë për ta. Në punë, yjet ju këshillojnë të prisni përpara se të merrni një vendim që mund të jetë vendimtar në punën tuaj. Luani, dashuria, ju po kaloni një periudhë të vështirë, por jeni duke bërë mirë. Gjendja përmirësohet dhe madje edhe nëse dashuria nuk është në më të mirën e saj, jeni po aq të lumtur. Beqarët do të duhet të jenë me shumë besim në veten e tyre dhe të bindin veten se herët e vonë dashuria do të vijë. Në punë nxirrni karakterin dhe mos lejoni që këmbët tuaja të bie në kokë. Ata që ju njohin mirë e dinë se sa jeni me vlerë. Virgjëresha, ju jeni të rrethuar nga njerëz që ju duan dhe të cilët ju tregojnë me gjeste të vogla dhe kujdes që ju t'i vini re. Për beqarët pritet një ditë pozitive. Periudha është padyshim shumë paqësore. Shfrytëzoni mundësinë për të bërë zgjedhje. Në punë dikush do t'ju zemërojë dhe ndjeshmëria juaj do të testohet ashpër. Mos u përfshini në debate. Peshorja. Në dashuri, është gjithashtu një kohë pozitive për dashurinë. Ju jeni kthyer me zjarr dhe keni sy vetëm për të dashurit tuaj. Plane udhëtimi në horizont. Interesi zemrave të vetmuara do të synojë njohje të reja dhe njerëz të veçantë. Do të tërheqin vëmendjen. Jeni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja të punës, përpiquni të zgjidhni investime fitimprurse dhe partneritete për të patur sukses. Akrepi, periudhë pozitive vazhdon për ju. Problemet duket se janë zgjidhur, ndoshta ka disa pengesa, por asgjë që nuk mund të rregullohet. Beqarët mund të punojnë shumë për të kompensuar kohën e humbur. Shpirti binjak është duke pritur për ju. Mos e shtyni fillimin e një projekti që ju intereson. Koha është e mirë dhe është momenti të pohoni ambicjet tuaja në punë. Shigjetari, dashuria kalon në për një periudhë që nuk është saktësisht e shëndetshme dhe kjo ju shqetëson pak. Për beqarët, dashuria nuk është një përparësi për momentin, tani është thjesht kënaqësi. Puna, ju do të jeni në gjendje të gjeni armët për të luftuar dhe për të arritur qëllimet tuaja, bashkëpunime të reja në horizont. Bricjapi, dashuria, pasioni dhe optimizmi duket se karakterizojnë këtë ditë. Por mos besues si që jeni, do ta keni të vështirë të besoni se është e vërtet. E megjithatë, erosi është në nivelet më të larta, edhe beqarët do të bëjnë aq shumë pushtime sot, ata do të vënë shigjeta të ndryshme në harkun e tyre. Puna, sot ju do të përballeni me çdo problem me një buzëqeshje, asgjë nuk ju frikson dhe ju do të jeni më këmbgulës se kur.
Ujori, dashuria është një kohë emocioneve të mëdha, dashuria është e zjarrt dhe grindjet e ëmbla sigurisht që nuk mungojnë për ta bërë ditën të shkëlqej. Ju do të jeni veçanërisht aktiv, do të ketë takime të reja dhe mundësi të reja për beqarët, ju do të jeni në dispozicion për aventura të reja. Nëse jeni shumë i fokusuar tek puna dhe nuk mund të ballafaqoheni me probleme të caktuara, duhet të tregoni ftohtësi. Shtyj vendime të rëndësishme. Peshqit, dashuria, një situatë e veçantë sentimentale ju bën të mendoni, dashuria vuan pak nga një melankoli e caktuar e përzier me humor të keq, dhe ata që janë pranë jush do ta kenë të vështirë të kuptojnë se çfarë po ndodh. Zemrat e vetmuara sot do të duhet të përqendrohen në gjërat me të vërtetë të rëndësishme. Puna. Detyrat e reja të punës do të nxjerrin në pa cilësitë tuaja dhe do t'ju lejojnë të përparoni në nivel.